Në ditët kur, se tash kemi edhe viroz, ajo çdo herë smundjet janë kronike. Për shembull diare mund të jetë një viroz. Gjatë kohës kur zorët po përballen me një virus, me një diare, çka rekomandohet prej ushqimeve, doktor Besnik? Pyetje shumë me vend, një gjë do të kuptoj, edhe te pacientët që kanë smundje kronike inflamatore, në rast të tilla mund të kenë edhe probleme akute. Kjo është shumë e rëndësishme që ti dallojmë mbi të gjitha të smundjet akute të zorrëve, viroza të ndryshme që prekin traktin gastrointestinal, higjiena ka shumë rëndësi. Higjiena ka shumë rëndësi, edhe ushqimet duhet të jenë të lehta. Mbi të gjitha duhet të kujdesim që lëngjet kemi të mjaftueshëm, sheqer më pak, sheqeri ushqen sheqeri i ushqen ato që ne nuk dojmë. Ato mund të përdorim edhe ushqime që ne i kemi edhe tradicionale, për gjellra. Jo mill, jo buk. Qa me hongër? Duhet të përdorim gjella. Se mund të pinish tash shikus, qa me hongër na? Qa me hongër, nuk na kanë beta asgjë. Jo, duhet të përdorim gjella, duhet të përdorim sallata. Do të thotë mund të përdorin uriz me mas, po jo me shumicë, patate, po me mas. Është puna edhe te sasia. Te sasia, gjithmonë te sasia, për këtë shpesh pacientët nuk mund me hongër asgjë, jo, masa. Sepse nëse një herë edhe një lugë sheqer nuk bë dom, po jo çdo ditë kafen me 3 lugë sheqer.